Mirë, jemi rikthyer në studio, unë kam kënaqësinë në këto momente që të kem në një komunikim të drejtë për drejtë, e kam lënë shumë gjatë në fakt duke pritur, Rakip Belishaku. Rakip, përshëndetje dhe faleminderit për kohën. Sipërmarrës dhe drejtuesi Rinora. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Rakip, në fakt nuk ka qenë pa qëllim edhe kjo bisedë, duke qenë se përkon edhe me javën globale të sipërmarrjes. Në fokus pa diskutim janë startupet, ato që nisin nga një ide dhe marrin jetë dhe zhvillohen më pas. Për ty, sa e lehtë apo sa e vështirë ka qenë që në një nisëm, një ide ta kthesh në realitet, pra ta konkretizosh? Nuk besoj që ka ide të lehta, domethënë, ose aplikimi i ideve të lehta, se idet vinë kollaj në mendje, por kur ulesh për t'i zbatuar pasaj bëhet goxha e vështirë, duke nisur nga shumë faktorë, nga mungesat edhe nga mungesa eksperiencë, përveç se mungesës parave edhe të tjera, domethënë. Kështu që ka qenë goxha e vështirë, por ka qenë një rrugtim që u bën disa vite tashmë që po ecim në këto ujëra. Sa vite pjesë e tregut? Edhe cila është risia në rastin tënd, po. Atëherë, ne kemi nisur në 2020-ën, ka qenë hapat e para në kohë pandemie, kur nisëm atëherë sipërmarrja në Rinora Handmade është e fokusuar në kultivimin e sfungjerit bimor lufa, edhe prodhimin e produkteve që dalin nga kjo fiber, që janë ekologjike, siç është sfungjer për trupin, sfungjer për fytyrën, sfungjer për shpinën, edhe së fundmi edhe sfungjer për renët. Pra është një alternativë ndaj produkteve sintetike, dhe duke qenë është ekologjike dhe është fantastike edhe për trupin, domethënë jemi duke u zgjeruar në treg. Rakip, ti the pak më parë kur të pyeta që sa e lehtë ka qenë, doja të kuptoja pak pengesat me cilat haset, pra në momentin që kërkon që të vihet në jetë ideja, apo të konkretizohet ajo. Por gjetja e tregjeve, pra në momentin që e ke iden, e vjen jetë, e konkretizon, gjetja e tregut është sfidë më vete? Është shumë sfidë, aq më tepër për produkte apo industri të cilat nuk është se janë prezente në treg. Dhe mbase deri diku ka dhe një arsye sepse nuk janë prezente, se është vështirë, domethënë, ose dikush tjetër e ka provuar më parë dhe nuk ka arritur ta çajë të tregun, le të themi. Kjo jona, domethënë, është një produkt që nuk paranjihet ende në Shqipëri, megjithse ne gjithë të kohë jemi munduar për ta edukuar konsumatorin shqiptar, për të thënë që ka dhe një alternativë tjetër ekologjike për të fërkuar dhe për të larë trupin edhe fytyrën, po edhe enët. Një alternativë e cila është jo vetëm e mirë për shëndetin, por edhe për ambientin. Ne kemi çik problem në Shqipëri që nuk është se vëm shumë theksin ke pjesa e impaktit mjedisor, domethënë, kështu që e abuzojmë çik të lirinë që kemi për ta ndotur edhe se vrasim mendje shumë se ku shkojnë ato amballazhe ato produktet që ne konsumojmë. Dhe që në rastin konkret është një produkt tërësisht ekologjik. Në mbështetjet që qeveria ka ofruar për startupet, prej 3 vitesh tani më, ka një fond në vlerën e 3 milion eurove që akordohet çdo vit pikërisht pra për të mbështetur idetë e reja të biznesit dhe pa diskutim ato sipërmarrje ekologjike do të kishin një avantazh të shtuar në raport me idetë e tjera. Keni pasur mbështetje ju në këtë sipërmarrje? Çfarë qëndrojnë që kur thuhet startup, domethënë fokusin në përgjithësi jepet startupeve teknologjike, aplikacioneve dhe produkteve të kësaj natyre. Tek Startup Albania nuk kemi qenë përzgjedhës fitues, por kemi qenë ke projekte të tjera, për shembull si EU for Innovation, që është projekti i Bashkimit Evropian. Megjithatë shpresojmë që në të ardhmen edhe sipërmarrjet të cilat kanë karakter mjedisor, le të themi, të marrin pak më tepër mbështetje nga organizata të tjera brenda Shqipërisë. Cilën do të konsideroje, le të themi, pjesën më të vështirë në këtë rrugtim? Nuk ka kaluar shumë, megjithatë je përballur edhe me vështirësi, pengesa të cilat dalin rrugës, ndoshta edhe nuk i ke parashikuar, por cila ka qenë, le të themi, ajo hallka më e vështirë në këtë rrugtim tëndin?
për të kuptuar pak nëse ka nevojë që një ide, një startup në fushën e veçanërisht në fushën e bujqësisë që është edhe më shumë sfidues, ka nevojë të mbështetet jo vetëm në fazën e gjenerimit dhe jetësimit të ides, por edhe në fazat e më vonshme për ta zhvilluar këtë ide, për ta arritur dhe për të bërë të mundur që të përqafoj jo vetëm tregun vendas, por edhe tregjet ndërkombëtare. Pse jo? Natyra e vështirësive ka qenë goxha komplekse, domethënë duke nisur që nga pjesa e kultivimit të saj, duke qenë se lufa nuk është një bimë, le të themi, e rajonit ton, është një bimë aziatike, nuk është se ka një traditë të kultivimit të saj, apo edhe njohuri teknike se si. Kështu që na është dalë për vite që për të arritur parametrat optimal si të kultivimit të saj, por edhe të arritjes së një fibre mjaft cilësore, domethënë, dhe me krenari them që fibra që ne prodhojmë është një ndër më të mirë në botë, edhe produkti final në aspektin higienik është një nga më të pasur në botë, domethënë. Nuk përdorim produkte kimike për trajtimin e saj, por gjithë procesi natyral. Lidhet edhe me faktin që ne kemi një fermë tani rreth 1.6 hektar. Shqipëria, toka në Shqipëri është e fragmentarizuar nga ligji i famshëm 7501, domethënë, kështu që është e vështirë që ti të bësh një plantacion, le të themi 10 hektar në një vend. Kështu që maksimumi që ne kemi arritur është, duke marrë me qira, kemi arritur në 1.6 hektar. Duken shumë, por nuk janë shumë. Pra, ose më saktë, në Evropë kjo është jemi ferma më e madhe, sepse nuk është e përhapur si kultivim. Por ta krahasosh në Kinë që ke fshata të tërë në Kinë që janë, ku diun, mbi 5000 hektar që janë të kultivuar, pra ka një industri të tërë. Në vazhdim kësaj pastaj lidhet me pjesën e përpunimit të saj, domethënë ne kemi bërë sa inovacion, le të themi, ke pjesa e përpunimit, kemi ndërtuar pajisje vet, kemi përshtatur pajisje, por që për ta çuar në një nivel tjetër do duhesh suport financiar, le të themi, që ne të fusim edhe pjesën e automatizimit, mund të punësojmë tepër njerëz edhe të jemi rentabël edhe në tregjet botërore, sepse dakor që po prodhojmë diçka made in Albania, por do të jemi kompetitiv dhe do të konkurrojmë edhe me Kinën apo Vietnamin, të cilat janë shumë agresiv ke fabrikat e tyre apo edhe tek kostoja, kështu që në fund ditës do të prodhojmë produkt cilësor, po edhe me kosto të ulët. Rakip, the pak më parë që farën e ke marrë në Vietnam. Apo jo? Ajo ishte inicimi i idesë, domethënë, pra për herë të parë ne kemi parë si produkt atje. Çfarë të garantoj që lufa do të mund të kultivohej apo të gjendej një terren i përshtatshëm për kultivimin e saj dhe në Shqipëri? Sepse është me risk. Në biznes edhe në bujqësi nuk është ka shumë garanti, domethënë, duke qenë se ose termi që përdoret është bujqësia është industri paçati, sepse je i varur edhe nga kushtet e motit, edhe nuk është se kanë qenë të pakat herët ose vitet që kemi dështuar, domethënë, për shembull vit kemi pas dështim kolosal, le të themi, kurse këtë vit jemi goxha mirë. Ajo ka qenë fillimet e sipërmarrjes dhe farës, domethënë, që kemi marrë që andej, megjithatë gjatë rrugtimit kemi përzgjedhur, kemi provuar fara ndryshme, derisa kemi arritur të krijojmë edhe hibrid tonin. Një gjë interesante është që shumë njerëz ose në parcel ke një farë hibride që është përshtatur kushteve tona. Po, edhe produkti final është më superior nga farat që kemi pas në fillimet tona. Do të them diçka që mbas edhe shumë do të dokumentojnë ke videot kur të hidhen në YouTube. Ka shumë njerëz që e kanë pas kultivuar lufën në shtëpitë e tyre në vitet 70. Kjo ka nisur duke qenë se kur ndërtua Metallurgjiku Elbasanit erën specialist kinez dhe duke qenë ndonjëherë 7 vjet ata sollën edhe fara të kësaj dhe kultivuan edhe. Mirë, po nuk pati një zgjerim ose një prodhim në shkallë komerciale të kësaj. Madje një profesor i agronomisë ka thënë që në Shqipëri ekziston në bankën e gjenetikës pra të farave një variant i lufës që do të jetë diku te 200 vjeçar. Kështu që ka pas historikisht prurje të kësaj fare dhe të kësaj bime, megjithatë askush deri më sot nuk kishte arritur që të krijonte ta kultivonte në shkallë komerciale dhe të krijonte edhe një gamë të tërë produktesh. Sa kohë merr gjithë procesi i punës dhe bima është e përhershme apo është me periudha? Si është pak më shumë informacion se nuk ndodh të shohim shpesh. Do ishte mirë të ishte e përhershme dhe që ne mos mundoheshim. Nuk është e përhershme. Por për fat keq,
Lufa është e familjes Kurkubitaj, që është e familjes Kungullit dhe janë bim 1 vjeçare, që do thotë që duhet mbjell çdo vit dhe ka ciklin e saj. Ne mbjellim diku rreth Marsit, fundit Marsit, edhe kemi enda akoma tani jemi në prodhim duke vjel dhe po presim ngritjen e parë që supozohet të vi shumë shpejt dhe duke qenë se nuk e duron, ajo do të jetë mbyllja e këtij sezoni, domethënë. Dhe pastaj në mars do fillojnë sërish. Pra është një rrugtim i përvitshëm që duhet ta bëjmë, që bën çik më të vështirë pjesën e kostove dhe të menaxhimit të praktikave bujqësore pastaj. Duke qenë se flasim për një praktikë që ka kosto, përmende që ka kosto, dhe që kërkon edhe forcë punëtore, sa e lehtë është gjetja e fuqisë punëtore në rastin tënd, pra ke pasur vështirësi në këtë drejtim? Edhe zona ku ndodhem këtu në Dimal Berat, domethënë nuk është ka qenë imune ndaj pjesës së largimit të njerëzve apo sidomos të rinjve. Edhe jo pa shkak, se edhe mundësitë janë të pakta. Kështu që jemi detyruar që punëtorët që marrim janë diku tek rreth moshës 50 vjeç, domethënë që kanë ngelur ende në zonë dhe këto me sezon, nuk është nuk garantohet një punë e përhershme. Pra vetëm gjatë kohës. Shpresojmë që së shpejti të kemi punonjës stabil, domethënë, pra që në ditët caktuara të punojnë fush, në ditën tjetër të punojnë në punishte për prodhimin e produkteve dhe të mund t'i mbajmë gjatë gjithë vitit, se edhe kushtet tilla janë. Kështu që ne jemi ende një sipërmarrje familjare, pra një startup familjar. Nuk është se jemi zgjeruar aq shumë, si të thash, për shumë faktorë. Rakip, ka interes nga konsumatorët, nga qytetarët shqiptar? Ka interes në rritje, domethënë, do të thoja që pavarësisht vështirësive dhe mungesës së edukimit apo mungesës, le të themi, arsyetimit për produktet ekologjike, mendoj që ka një stres të konsumatorëve shqiptar, të cilët po largohen nga produktet industriale, qofshin këto ushqimore, po edhe kozmetike, duke qenë se lufa hyn tek produkte kozmetike. Edhe për pjesën e problem ngelet edhe pjesa e fuqisë blerëse, domethënë që në Shqipëri nuk është aq sa në vendet evropiane, pra stepen edhe kjo pjesa. Megjithatë, lufa ka një gjë të mirë që mund, ndryshe nga sfungjerët e tjerë që myken brenda një muaji, ose 2-3 javësh, lufën mund ta përdorësh, ne rekomandojmë për 3-4 muaj. Pra edhe pjesa e kostos së një produkti përpjestohet me muajt edhe nuk është në kosto e papërballueshme. Deri më tani përgjigjeni vetëm për tregun vendas, pra nuk keni eksporte. Ne kemi bërë edhe eksport, por që nga cilat vende, ku ka interes? Në Gjermani, në Holland, kemi pas kërkesa, edhe në SBA do jemi së shpejti shplanion për të qenë prezent me brandin ton dhe jo private label, pra jo ta provojmë me logon edhe paketimin e dikujt tjetër, siç kemi bërë më herët. Ëndra ime është që lufa të tregtohet kryesisht në Shqipëri, sepse dua që edhe impakti mjedisor i zëvendësimit të sfungjerëve plastik të jetë për vendin tonë më tepër se sa të jemi të orientuar ndaj eksportit edhe mos merrem fare. Është më vështirë të merrem me tregun vendas sepse do merrem me stili konsumator. Megjithatë për modelin e biznesit që ne kemi, që jemi një biznes me mision mjedisor, gjykojmë që duhet ta bëjmë këtë luftë për të edukuar konsumatorin shqiptar edhe për ta futur në vijën e përdorimit të produkteve ekologjike. E qartë, mirë, dhe me këtë mesazh unë dua ta mbyllim bisedën. Unë të falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi që të kisha, Rakip. Faleminderit. Faleminderit. Edhe suksese. Sa më mbar të shkojë. Mirë. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është si gjithmonë nesër në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.